Shoqata e transportit publik ka bërë të ditur se duke filluar nga data 15 prill do të reduktojë me rreth 40% flotën e autobusëve në qarkullim si pasojë e situatës së vështirë financiare të krijuar nga rritja e çmimeve të karburanteve. Sipas njoftimit zyrtar, vendimi është marrë pas mungesës së një skeme kompensimi nga institucionet shtetërore, si dhe pas ndërhyrjes së elementeve fiskal që ndikojnë drejt për drejt në koston operative të sektorit, përfshirë aksizën, taksën e qarkullimit dhe TVSH-n. Shoqata e transporteve theksojnë se kanë zhvilluar disa takime me autoritetet përgjegjëse, por deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje apo masë konkrete për lehtësimin e barrës financiare që po përballojnë operatorët. Në deklaratën e tyre, përfaqësuesit e sektorit shprehen se kjo situatë nuk është rezultati i vullnetit të tyre, por pasojë drejt për drejt e mungesës së ndërhyrjes institucionale në kohë, në një moment kur kostot e karburantit kanë pësuar rritje të ndjeshme. Ata u bëjnë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe për të planifikuar më herët udhëtimet e tyre, duke paralajmëruar se reduktimi i linjave mund të sjellë vonesa dhe vështirësi në lëvizjet e përditshme. Shoqata e transportit kanë deklaruar gjithashtu se mbeten të hapur për dialog me institucionet, duke kërkuar ndërhyrje urgjente dhe efektive për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës në këtë sektor.